Bordi i transparencës ndryshon sërish çmimin e karburanteve. Në vetëm pak ditë ky bord ka ndryshuar gati 2 herë çmimin e karburanteve, duke nisur nga 214 dhe aktualisht në 217 lek për litër, ndërkohë që çmimi i benzinës është në 176 lek për litër. Pritet në mbledhjen e radhës të përcaktohet se si do të bëhet me çmimin e karburanteve, duke patur natyrisht në konsiderat edhe çmimin e burcës në tregjet ndërkombëtare. Bordi i transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve në vend, duke nisur nga e premtja pasdite 1 litër naftë në pikat e tregtimit me pakicë tregtoi me 217 lek, ndërsa 1 litër benzinë ka arritur në 176 lek. Kjo rritje vjen pas disa ndryshimeve të shpejta brenda vetëm 4 ditëve të fundit, ku çmimi i naftës ka kaluar nga 210 lek në 214 lek për litër dhe tashmë në 217 lek për litër. Kjo është një tjetër rritje që pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë te konsumatorët, duke reflektuar edhe në koston e jetesës, si dhe në çmimet e produkteve të tjera. Ndryshimet e shpeshta kanë krijuar pasiguri tek qytetarët dhe bizneset, të cilët duhet të përballen dhe të përshtaten vazhdimisht me çmimet e reja. Në ditët në vijim pritet të shihet se si do të veprojë bordi i transparencës e nëse do të ketë sërish luhatje të çmimeve në të gjitha pikat e tregtimit me pakicë në vend. Me një njoftim zyrtar të kësaj të shtune, bordi i transparencës njofton se nafta arritet me 7 lek dhe benzina arritet me 3 lek. Çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit gazoil, standardi SSN 590, të jetë jo më shumë se 217 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 205 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit benzinë i standardit SSN të jetë jo më shumë se 176 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 164 lek për litër. Çmimet e diktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi prej ditës së premte në orën 18 e do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.